Përshëndetje dashurmiq të Alpo Televizion. Sot do të flasim për një temë disi të veçantë, do të flasim për mjekësinë sot dhe mjekësinë alternative më saktë, pasi dihet që shumë njerëz gjatë jetës tyre kur kanë probleme i drejtojnë farmacive, i drejtojnë mjekësisë kimikateve, por çfarë sjellin? Disa herë mund të bëjnë dobi, disa herë jo, madje në raste më të shumta mund të përkeqësojnë situatën. Por cila është zgjidhja? Si kanë bërë të parëtan në përshekuj, në për mira vjetë ekzistence, si kanë bjetuar kur nuk kishim këto kimikate? Për të qëllim ne kemi ftuar në emision mjekun alternativ, zotin Gjergj Shele. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Gjergj në emision. Duket si temë rutin, por është një temë shumë pikante kjo, pasi në jetën e vetë çdo kush ka probleme me shëndetin, çdo kush i duhet në një moment i drejtohet farmacive, por dikush mund të gjejë zgjidhje, dikush jo, dhe në më të shumtat e problemeve shumë njerëz mund të qetësohen momentalisht, por nuk gjejnë dot zgjidhje. Ka shumë probleme të cilët njerëzit nuk i japin dot drejtim. Atje çfarë na sjell mjekësia alternative? Çfarë dobish dhe risish na sjell risish? Domethënë risit në ato të humbura, sepse këto kemi pas për mira vjetë të lloj mjekimesh alternative, kur nuk kishim kimikate, kishim barnat mjekësore popullore që i themin e kështu me radhë. Atëherë, na shpjego diçka, Gjergj. Faleminderit Aristotel. Në rrugën e vijimit të teorisë time shkencore për mjekësinë universale, si mjekësia e shërimit, vijnë zgjidhje të shumë problematikave, të cilat mjekësia deri më sot jo vetë që nuk ka zgjidhje, por i ka përkeqësuar akoma dhe më shumë. Nisur nga ky kontekst studimor, unë jam përpjekur që të disiplinoj disa njohuri të mia dhe të vë piketat në fushën ku unë mendoj për të avancuar më tej, dhe i kam sintetizuar në një përmbledhje prej 12 temash në librin tim që kam sjell sot Aristotel këtu në studio, që quhet libri Mjekësia Universale. Unë të bëm teleshikuesve në dispozicion për ta parë, ku këtu kam hedhur idetë mia fillestare lidhur me mënyrën se si mund të bëhet mjekësi dhe lidhur me mënyrën se si mund të gjendet zgjidhje shumë problemeve që ka publiku sot, kur mjafton ose çdo individ mund ta ketë asur që sepse nuk ka zbesoj që të mos ketë njeri që të mos ketë një të afërm ose të ke lindur një problem për veten e vet për një patologji si quhet në fushën e mjekësisë, dhe ata janë koshient dhe janë dëshmitar dhe dedishëm që mjekësia kundërshton vetveten. Parimi mjekësor që është ka një parim në mjekësi që është edhe në fushat e tjera të shkencës që thot shkaku dhe pasoja. Por, duke parë për shembull që kemi të sëmur që kanë probleme me sistemin kardiovaskular, me probleme me zëmrën, me ente e gjakut, dhe mjeku i thot mos konsumo fare krip. Kur faktikisht teoria mjekësore thot që natriumi është një ajonet bazike për organizmin e njeriut, pa të cilin nuk mund të kryen proceset metabolike. Atëre duke i akufizuar neve kripën individit, ne tani nga ana tjetër themi që kripa është një element bazë në jonet e organizmit, kurse nga ana tjetër themi që kripa ose ACL-ja nuk duhet dhënë. Po, jo në masë të tepërt, jo të tepruar, se kripa është ku do ndodhur në gjitha ushqimet, por në një masë... Jo, flas në rastin kur thonë kufizoja është gjysmë skeqe, se kupton dhe imagjino për shembull individin kur ha një ushqim pa krip fare, ose me pak krip se çfarë do të thënë është... Po mirë, cilat janë detet e mjekësisë së shërimit? Mjekësia universale, që unë e kam titulluar mjekësia shkencën e re mjekësore, mjekësia universale, është posaçërisht është zgjidhja është mjekësia e shërimit. Në ça koncepti është mjekësia e shërimit? Shkenca mjekësore sot në patologjitë e ndryshme mjekësore ka disa shekuj që kuron, po nuk shëron. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që në 100 smundje
bjelafi ose 100 të sëmur, 10 ose 20 mund të ndodhi që të kthehen në normalitet, kurse pjesa më e madhe kalojmë në faza e parë, do me thënë që është kalon në një fazë që është faza e kronicizimit. Pra na një fazë akute bëhesh një smur kronik. Na një smur kronik kalon në përkeqësim që quhet një fazë tjetër dhe pastaj kalon në fatalitet që është vdekja. Do me thënë, mjekësia shkencore sot nuk e njeh konceptin e shërimit. Dhe nuk thot, mund të ftoni mjek në studio, mund të ftoni të fushës së mjekësisë, nuk e sqaron që të thot që në qa patologjish ne kemi kaq rezultat shërim dhe pasaj bet kronik, kronicizim, konstipacion dhe fatalitet. Kalon në fazat e tjera. Nuk e shkëput. E kupton? Kemi mjekësi bimore, mjekësi shkencore, kemi dhe mjekësi hynore që qënë juve. Tani, mjekësia universale të ky libri që unë kam sjellë për të leshikusit për ta parë, janë disa teori që janë 5 teori të cilat unë i kam edhur për diskutim. Duan kohë që këto teori të provohen natyrisht sepse ka ca protokolle ajo mjekësia. Ka 3 degë në përfshirjen e saj. Ka mjekësim bimore, e cila ka bazohet tek efektet që kanë drogra të ndryshme mbi shëndetin e njerëzve. Ne e dim shumë mirë që bimët janë me efekte shëruese dhe kanë edhe efekte ansore minimale ose s'kan fare. Domethënë, ka një efekt ansor provizor për një kohë të shkurtër, por pastaj kalojnë në normalitet. Edhe kjo është e shpjegueshme edhe me faktin që bimët janë ato që ne konsumojmë edhe për plotësimin e nevojave të organizmit, për të kryer metabolizmin qelizor. Mirë, po ka një gjë që ka shumë në tregun shqiptar dhe tuaj, ka shumë individ të cilët e propagandojnë ose e lobojnë këtë lloj mjekësie bimore. Aq sa ka arritur masivizimi që edhe farmacitë tona dhe në gjithë botën japin dhe bimedicinale që thot për efektet që ato kanë. Këto problemi është që këtu tani ka një gjë që kjo lloj mjekësie bimore duhet ta njohësh në brendin e saj dhe njohësh ato teknika që bëjnë efikasitet. Se deri më sot, të gjithë këta që kanë dalë, biles njerëzit edhe janë bezdisur në mënyrë masive për arsye se njëri del thotë kjo bën mirë, tjetri del nesër thotë a bën kështu, kjo bën kështu, ajo bën kështu, domethënë allakati e njerëzish. Sa i hallakasin njerëzit po. Sa i hallakasin e i bën në stres. Është mjekësia shkencore, e cila ka arritjet e mjekësisë deri më sot. Unë e kam cituar edhe në emisionet të tjera që nuk jam kundra mjekësisë shkencore, sepse disa herë më kanë keq kuptuar dhe kanë menduar që ky është kundra mjekësisë, është kundra farmacisë, kundra e tjera. Unë nuk jam kundra, unë jam pro mjekësisë shkencore, e përfshi mjekësinë shkencore te kjo lloj mjekësie që unë dua të fus si shkencë të re. Po ka shumë njerëz që nuk i besojnë më farmacive. Po, më fal, ka një problem. Mjekësia shkencore në konstatime, zhvillimi i teknikës elektronikës ka bërë të mundur konstatueshmëri të lartë të sëmundjes. Pra, mjeku sot është komod, sepse merr një informacion shumë madh nga imazhet, nga analizat. Problemi është që ti nuk di të interpretosh, problemi është që ti nuk di të arrijë suksesin. Dhe pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak sepse shumë ilaçe nuk janë në destinacionin e dur. Pra nuk bëjnë efektin që duhet të bënin. Nuk bëjnë efektin që duhet të bëjnë. Mjeku e përcakton sëmundjen, përcakton dhe kurën, por ajo kur në farmaci nuk i përshtatet. Nuk jep rezultat. Nuk jep rezultat. Kush jep rezultat? Tani, pse nuk jep rezultat? Është diskutuar kohët e fundit sepse ta din opinioni publik që bota është e globalizuar dhe është një organizatë e cila përgjigjet për të harmonizuar problemet e shëndetësisë në gjithë botën, që është OBSH-ja. Po. Dhe OBSH-ja nxjerr protokollet ose nxjerr ilaçet që institutet të ndryshme i aprovon. Teston dhe mban në rregull kuptimin që ashtu nxjerr
çmimin e tjera e tjera. Kjo është gjë e keqe, por ka një problem që njerëzit nuk e dinë. Që në vitin 1980, bota nuk po prodhon më asnjë ilaç sintetik, këto që flasim për mjekësinë shkencore. Në të njëjtën kohë që problematika e sëmundjeve në 80-ta edhe këteja është stresëzuar shumë. Gama e sëmundjeve është rritur, kanë zbuluar sepse çfarë tham, elektronika krijon mundësinë për të vëzhguar më tepër dhe kanë nxjerrë sëmundje që i kanë vënë emërtimet për efekt protokolli mbar botëror. Mirë, po problemi është që në 80-tën edhe tani nuk është zbuluar asnjë ilaç. Do me thënë, ekziston një burokraci akademike në gjithë botën, nuk bet llafi për Shqipërinë, se ne në Shqipëri, për shembull, për të qenë dhe modeste, kupton? Në Shqipëri, para viteve 90, Shqipëria kishte popullsi rreth 3,5 milionë deri në 4 milionë banor. Po, seriozisht. Ashtu. Dhe sipas këtyre filozofëve të teorisë shkencore të mjekësisë, thonë keq ushqyerja është shkaku kryesor ose një nga shkaqet kryesore determinante për lindjen e sëmundjeve e tjera. Por, po të llogarisim ne që në para viteve 90 në Shqipëri, sidomos në vitet 80-90, njerëzit nuk mirnin as 2 kg mish në muaj sepse ishte metodona e ato. Pra kishte një ushqim dhe kishte sëmundje më pak. Diabeti nuk njehej atëherë. Sot diabeti është bërë epidemi globale. Sëmundjet e zemrës është 70% e 7 miliardë në botë janë me diabet. Sëmundjet kardiovaskulare sipas statistikave të nderuar teleshikus, sipas statistikave të OBSH-s, sëmundjet kardiovaskulare mbajnë vendin e parë në botë për vdekshmëri. Nga mielli vjen më shumë të? Nuk shtrohet problemi se sa të sëmur janë, shtrohet problemi që vdesin miliona çdo vit nga sëmundjet kardiovaskulare. Po ikin njerëzit, siç thot populli, që ikin pa ditë, po vdesin mosha pa pritur, që dikur, për shembull, ne ishim dëshmitar që thonim vdiq X, po kishte vuajtur në një sëmundje, kupton? Dhe për të harmonizuar gjithë këtë ecuri dhe gjithë problematik që ka lindë Aristotel, unë kam menduar që të gërshetoj një forum teknika shkurimi dhe ku të përmbledh mjekësinë bimore, mjekësinë shkencore dhe mjekësinë që unë e quaj ujnore. Pse e quaj unë mjekësi ujnore? Sepse dikush ka edhe njerëz që janë ateist, ka edhe njerëz që besojnë, e kupton, edhe kështu. Tek mjekësia ujnore janë disa lloj njohurisht të veçanta, e kupton, që kanë të bëjnë me arritjen e suksesit. Për shembull, kush është element që mund të përmendet këtu? Është biorryma. Nëse ne aplikojmë biorrymën për shërim, neve kemi një rezultat maksimal. Prandaj kjo mjekësi që unë them që pretendoj që të futet si shkencë, edhe kam argumentat e mia dhe besoj që do të vi një moment, një orë dhe një ditë që do futet se s'bën se njerëzimi s'ka çfarë të bëjë, kupton? Nuk është se unë bëj për të marrë benefite për veten time. Kjo ka të bëjë me gërshetimin e teknikave. Për shembull, si e aplikon, mund të jenë të treja të aplikohen në një lloj kurimi, ose mund të aplikohen 2, ose mund të aplikohet ujnorja, për shembull meditimi, që thon këta yoga, meditimi e tjera. Çfarë janë ato? Teknika ujnore janë ato. Fiks. Do të thënë që trupi pastron veten e vet nga toksinat. E kupton? Dhe përdorimi këtyre formave do t'japi mundësinë njerëzimit që ne t'i vëm frek sa historie sëmundjesh që po na troket dhe që po na kërcënon çdo ditë më shumë. Dhe që si shkak kanë pikërisht dhe ato çka ushqemi. Përmenda pak më para, mjekësia thot marrëdhënia shkak pasojë. Po. Në qoftë se ne nuk jemi të suksesshëm, ja le të vinë mjek këtu profesora, përfaqësues Ministrisë së Shëndetësisë të OBSH-s, çfarë të duan, e kupton, diskutojmë në studio. Në qoftë se ne themi që nuk kemi arritur, se është e kontrollueshme statistika. Në qoftë se unë përmenda dhe thash që sëmundja ka fazat sipas shkencës, si thot, ka fazën e kurimit që kalon në shërim, në kronik, në përkeqësim dhe në fatalitet, unë them që mjekësia universale është mjekësia e shërimit, thot kurim, shërim. Do t'u ashti sa? 1, 2, 5 shënësi ka, kupton? 5 sot, nëse do i bëjmë 15, do i bëjmë 20, do vazhdojmë. Problemi është që
në mjekësinë shkencore, kurimi nuk sjell shërim, ose sjell një probabilitet bingo ta quajmë ne, shumë të vogël. Dhe vetë mjekësia nuk e sqaron se kur. E kupton? Ke të sëmur sepse organizmi i njeriut përbëhet nga diçka për teleshikusit për njohuri, përbëhet nga qeliza që është formacioni bazë, përbëhet nga indjet, nga organet, nga sistemet. Tani, në qoftë se ne kërkojmë që të shëndoshim organizmin, në qoftë se e shpreh një sistem, bjellafi sistemi kardiovaskular. Ka disa sëmundje që prekin sistemin kardiovaskular. Ka sëmundje që prekin aritmin e zemrës. Por çfarë ndodh? Nga se ndodh aritmia për shembull? Aristotel, unë personalisht vetë për sistemin kardiovaskular jam investiguar dhe jam tratativa. Nga stresi, nga jam në tratativa për të futur në treg një ilaç i cili është shumë i mirë dhe shumë efikas dhe për shkak të burokracive shtetërore që ka Shqipëria, sepse këtu mendojnë farmacistët që do na iki puna neve. Farmacistët nuk mendojnë që mund të vinë ditë që ke nevojë dhe vetë për të punuar. E para. E dyta, sa ilaçe idhen poshtë për shkak të skadimit. Pse? Sepse është diskutuar në OBSH që materiali, ai çementi që mbështjell tablet ato sintetike të ilaçet, që është i domosdoshëm dhe është një lloj materiali që kur ka lind mjekësia sintetike që i vesh ato dhe je i domosdoshëm, nuk e di çfarë përbërje ka. Allçi, gips. Po, jo, s'është allçi, nuk e di, do ftash dhe allçi. Dhe ai material është i domosdoshëm që të bajë pjesën kimike të ilaçit për mos të prish ato vetit, strukturën. Dhe u mblodhën dhe e kanë olluar, kanë përgjysmuar sepse thonë që është i dëmshëm, vetë materiali që mbështjell, është i dëmshëm për organizmin, e kupton? Dhe kur vinte sistemi kardiovaskular si sistemi i rëndësishëm, e kupton? Unë them që aritmia vjen edhe për shkak të sistemit nervor dhe për shkak të sistemit trupor, e kupton? E shikoj në dy pozicione, nuk e shikoj si e shikon mjekësia. Për shembull, do ndryshe kurim aritmia që vjen me origjinë nervore dhe ndryshe kurim aritmia ose tensioni që vjen me origjinë trupore. Po, atëherë si mund të kuptojmë ose si mund të themi për këto sëmundjet kardiovaskulare, diabetike, cilat janë shkaqet kryesore të këtyre sëmundjeve? Po, libri që unë kam botuar, pikërisht Aristotel, sepse thash pak më para që parimi mjekësor është shkak pasoj. Do me thënë, në qoftë se ne zbulojmë mirë shkaqet e një patologjie, të një sëmundje, ne eliminojmë pasojat e asaj. Sepse pasoja një sëmundje duket, do bësh ke dhimbje, ke... Pra një njeri duhet jetë dhe pak doktori vetës, si të kuptoj nga se i ka ardhë. Jo, individi mund të bëhet doktori vetës, por në një takim me një mjek, ti i jep shenjat që kena sëmundja. Ai të bën ekzaminim, thot bën një analizë gjaku, e kupton, bën një eko, bën një kështu dhe nxiren ato, do me thënë, pasojat. Gjithmonë konstatueshmëria është tek zbulimi i pasojave që kanë organizëm. Kurse shkaqet, sipas literaturave që janë se literatura përcillet e literatura, e kupton? Po nuk bëhet fjalë këtu tani që mbledhim 5 libra mjekësie, i studiojmë edhe bëjmë një libër që t'u japim të dukemi mendjelli, Këtu është tjetër, prandaj unë them te ky libri këtu që kam një pasazh në fillim në hyrjet e librit që e kam shkruar dhe them mjek lind dhe nuk mund të bësh gjatë jetës. Mjek ose je ose nuk je. Nuk flas për ata lloj mjekësh që japi receta 3 herë 2 paracetamol, aspirina e këto. Flas për mjek të suksesshëm. Dhe që të ketë mjekësi të suksesshme duhet që të zbulohet shkaku. Për mua, unë kam nxjerrë në teorinë time shkakun e lindjes së sëmundjeve. Është prishja e raporteve nxitjes dhe frenimit në organizëm. Gjatë 24 orëshit, gjatë javës, gjatë muajit. Vetë mjekësia universale është mjekësia e shërimit dhe është mjekësi që merret me shëndetin dhe me zhdukjen e pasojave të sëmundjeve posaçërisht. Në qoftë se nxitja në trup është e barabartë me frenimin, atëherë organizmi është në normalitet të plot dhe nuk ka patologji.
Kush është treguesi anatomik, për shembull, i biologjik, fiziologjik i organizmit? Në fiziologjia e organizmit. pH i organizmit. Në qoftë se pH i organizmit është në vlerat normale në 7 deri 7.4, organizmi është okej. Po të marrësh të studiosh gjithë rastet e sëmundjeve të ndryshme që kurojnë mjekët, edhe në operacione dhe pas operacione, dhe ata që përdorin ilaçe sintetike, është vështirë ta kenë pH-in normalitet. Do me thënë ata kurojnë, po pH-i nuk shkon ri diku i spostuar. Dhe në qoftë se kemi shumë nxitje Aristotel, sëmundjet lindin në trupin e njeriu, në organe. Kurse në qoftë se kemi shumë frenim, lind në sistemi nervor. Ky është përcaktimi që unë bëj se si lindin sëmundjet në organizm. Dhe kjo është thëmbra akili të gjithçkaje. Po Miria, kemi një shembull tjetër. Kemi hernien diskale për shembull. Nga se lind kjo? Kjo besoj se ka as nga njëra as nga tjetra. Kjo është si pasojë e punës fizike më shumë. Shiko, hernia diskale është hernia diskale dhe spondiliatroza, që ka kryesisht pjesën e cervikalit tek qafa, kurse hernia diskale kap tek regioni i tretë i shtyllës kurrizore dhe tek fundi, e kupton? Janë të përcaktuara, thot mjekësia, ku mund të lindi njëra, ku mund të lindi tjetra. Shtylla kurrizore me vertebrat e saj që ka kërcet, edhe këto hernia diskale ka krisje ose çarje mikroskopike të disjeve ku kalon palca e kurrizit. Dhe ajo pastaj i jep dhimbje dhe jep, e kupton, diku për shembull këta i bëjnë ato qetësuesit nervor që quhet, e kupton? Keni gjetë mjet kurimi juve për të? Unë mendoj që midis spondiliatrozës dhe hernies diskale vë një shenjë barazimi. Do të thënë janë sëmundje me të njëjtat origjinë, me të njëjtën origjinë, pavarësisht se hernia diskale është një fazë më e rëndë, sepse është dëmtim anatomik më i madh, sepse palca e kurrizit kalon edhe tek pjesa e qafës, po te pjesa e qafës spondiliatroza është një ftoje e muskulit që mbështet, sepse trupi përbëhet nga kockat, në sistemi kockor, sistemi muskulor, sistemi enëve të gjakut, i rjetës vaskulare, rjetës nervore, i indeve, i lëngjeve që lagin, e kupton, është një mozaik i tërë, dhe lundron në këto mozaik, dhe detyrimisht, në qoftë se për shembull, në qoftë se spondiliatroza ka të bëjë me ftojen e muskulit, sipas konceptit tim, hernia diskale ka të bëjë me krisjen dhe me çarjen e vertebrave që mbështesin. Dhe ju keni gjetur ndonjë lloj kurimi për të? Dhe unë mendoj që ekziston mundësia që të nxirret një kurrë e cila ta mbylli atë çarjen që është dhe ta çojë në normalitet organizmin. Sepse zgjidhjet që bëjnë mjekët për shembull me operacionet, sepse është veprim ekstrem që s'ka çfarë bën, e kupton doktori, prap nuk kjo çai thon disjet midis vertebrave të shtyllës kurrizore, se ka vertebër, ka disj. Janë në një material i lëmuar i cili nuk qepet. Pra disku vertebral nuk qepet. Po cila është zgjidhja? Dhe ajo që bëjnë mjekët që për shembull bëjnë operacion edhe mund të pastrojnë një çik vendin ose të ashtu, janë ndryrje në halli ose janë ndryrje që lajmërojnë kështu përkeqësime të vazhdueshme të ekstreme. Njerëz që janë operuar kanë gjetur rezultat, janë qetësuar. Shiko, mundet të ketë pasur, nuk ka pas hernia diskale në kuptimin e dëmtimit të disqeve, po ka pasur, mund të ketë pasur një spostim, një kapje nervi në peshat e rënda. E kupton, a është mekanike, që e ka prerë atë pjesën e mishit atje, ose i ka prerë nervin që kalon atje, edhe ka gjetur një rregullim, e kupton? Tani unë thash që bisedoja me një mjeke, një pedagoge, vajzere me shumë dashuri për të lexuar, edhe thoshte që kishe gjetur për emboli pulmonare, që është tromb në mushkëri, edhe kishe gjetur raste në klinikë, në këto kartelat që
sipas mjekësisë 95% vdesin e ke gjetë 2 raste që kishin shpëtuar, e kupton? Ka edhe përjashtime nga rregulli bazë, nuk diskutohet, e kupton? Po tani flasim për themele. Ju vetë jeni marrë me gjetje kurash të ndryshme? Alternative? Shiko Aristotel, çdo shkencë e re do edhe atë, si thonë, lëndën e parë të vetën. Për shembull, mjekësia universale që unë them, ka bimoren, ka shkencoren, ka dhe mjekësi që unë e quaj hyjnore. Që këtu përfshihet biorryma, po mund futen edhe meditimet e tjera që kanë mjek të tjerë se unë sa aplikoj meditimin. Nuk e shikoj si teknik. Jo se jam kundra, kupton? Ka një problem. Për shembull, ka receta bimore të cilat janë të mira ose janë lehtësuese, ose janë të mira që njeriu t'i përdori periodikisht. Çajra të ndryshme, kupton? Po. Për shembull, po përmendur një, çaji kamomilit. Është shumë i mirë për sistemin e tretjes, e kupton, për gjitha moshat. Ose çaji i rigonit, për shembull. E kupton? Po rigoni pak më kështu, me fjalë mund të aplikohet për një gjë. Kush problemi tani? Te bimët, duhet të gjesh atë lloj qasje, me një fjalë, kurimi që të jetë efikase. Ka ilaçe shkencore që janë të mira, për shembull, që ti përdorësh në disa raste që nuk kanë destinacionin për cilën ato janë protokolluar në OBSH-ja, kupton? Pra, dua të them këtë që nëse unë fus një lloj të re mjekësie që them e titulloj mjekësia universale e shërimit, dhe kjo është mjekësia e shërimit, nuk ka mjekësi shërimi sot në botë. Ta din mirë që të gjithë që të gjojnë, kupton? Edhe jam gati të përballem me çdo njeri të fushës së mjekësisë dhe debatoj në këtë fushë, kupton? Unë përveç teorisë shkencore që unë kam që vënë në dispozicion, po mendoj për ngritjen edhe të farmakologjisë të mjekësisë universale. Se kjo është ajo që më pyet Aristotel. Dhe unë mund ta lija edhe si teori, që them është kjo teori dhe hajta diskutojmë edhe kaq. E kupton? Edhe mund ta vazhdon ndonjë tjetër. Por problemi është që unë ndaj këm gul që kjo teori të njihet shkencërisht. Sepse unë po punoj dhe për futjen e farmakologjisë. Dhe kam aplikuar për 2 kura, një për sistemin kardiovaskular dhe një për sistemin nervor, që është për të gjitha grup moshat. E kupton, karakteristikat e kurave të mjekësisë universale janë që nuk kanë efekte anësore, kanë 0 efekte anësore. S'kanë efekte anësore. Absolutisht, në mënyrë 0 absolute efekte anësor, dhe janë kura që nuk kërkojnë, si thonë, peris. Dhe janë kura që nuk ndikojnë tek problemet e tjera që mund të ketë organizmi. Pra e shkëpusim, ta marrim teorikisht, shkëputet problemi, jemi tek kokra e mollës dhe punoj me mollën pavarësisht se shporta ka dhe portokalle. Tani unë shikoj këtu dhe një tjetër titull që e keni shkruar te libri, fertiliteti dhe steriliteti femëror e mashkullor. Si po e trajton shkenca mjekësore këtë problem madhor për njerëzimin, cila është pikpamja e mjekësisë universale për këtë çështje kaq delikate? Po. Është një problem shumë i madh. Në kohën sot ekzistojnë shumë teori konspirative që thonë që bota domethënë në mjekësi, shumë raste mjekësia shkencore, kur nuk arrin që ta interpretoj dot një patologji, thotë që është sëmundje idiopatike. Domethënë u soll si idiot sëmundja. Pra nuk ka as shpjegim. Domethënë që se gjejnë dot ta. Pra nuk ka as shpjegim dhe nuk ka as kurim. Domethënë nuk kemi rastin që bëjmë shpjegime teorike plot ne, por japim ilaçe, por nuk bëjmë dot zgjidhje. Pra ka edhe raste që thotë nuk ka as shpjegim dhe as ashtu dhe edhe është idiote, thotë, e kupton? Pra sillet në mënyrë të çrregullt. Asë se kuptojmë thotë pse sillet kështu, thotë doktori, pyetini po të doni. Pyetini, më fal. Tani vim tek riprodhimi. Po. Riprodhimi është një proces shumë i rëndësishëm. Pse? Sepse shoqëria njerëzore po nuk u riprodhua, ashtu siç edhe kafshët ose edhe bimët që riprodhohen,
shoqëria njerëzore vetë drejt zhdukjes. Shumë teori konspirative thonë që jo duan të atkurin njerëzimin, jo duan të azvoglojnë, jo duan e kupton. Siç ka qenë teoria dikur e Priftit Malthus që thoshte që të mirat materiale rriten në progresion aritmetik, kurse popullata rritet progresion geometrik dhe prandaj lindin krizat edhe kështu, ka qenë e shekullit kaluar, e kupton? Tani kanë dalë sa konspiracionistë dhe thonë që u shtua bota jo andekde. Nuk është problemi këtu. Bota po kalon një rrezik tjetër, që është pjesa e riprodhimit. Për posa asaj pjesës që ka që femrat ose meshkujt kanë deviacione seksuale që sillen femrat rinë me femër ose mashkulli me mashkull dhe domethënë janë përjashtuar nga gama e riprodhuesve, kemi dhe pjesën e shëndetshme e cila kërcënohet nga riprodhimi. Dhe për mua, për shembull, pavarësisht se mjekësia thotë për shembull që fajin kryesor e ka në riprodhim e ka në një çift e ka burri. Unë them që ka raste që e ka edhe gruaja, kupton? Po, ka plot. Sipas kësaj mjekësisë që konceptoj unë. Dhe ka disa koncepte mjekësia që thot fertilitet, infertilitet dhe sterilitet. Do të thënë fertiliteti është aftësia për riprodhim. Pra kur një çift burr gruaja normale, kupton? Infertilitet është kur s'ka aftësi për femra për shkakun që të riprodhojë, kupton? Ose mashkulli. Dhe sterilitet është kur e kanë mbyllur kapitullin, që nuk e kanë marrë përgjigjen dhe nuk prodhon, domethënë kanë bërë analizat laboratorike për shembull mashkullit të lëngut spermatik dhe kanë thënë që ti zotëri nuk bën dot fëmijë, kupton? Në këtë pjesë Aristotel, jo pa qëllim tek ai libri aty, sepse në temat që unë punova kisha edhe disa lloj grafikesh që ilustronin atë teorinë, kupton, po për shkak që sepse si thon, popullata nuk është e atij niveli që ta absorbojë, më kupton? Do njerëz të fushës që ta absorbojnë këtë dije. Mirë, po njerëzit e fushës rinë të kullarrisur dhe duhet edhe sikur janë të zgjuar, e kupton? Nuk e kuptojnë që ato farmacit janë bërë si supermarkete. Po të shikon lagjeve tani, shikon vetëm supermarkete farmaci. Shikon më shumë farmaci se sa më shumë farmaci, e kupton? Dhe unë u them juve të farmacive që mos keni frikë, sepse ju jeni domosdoshëm për njerëzit. Ju do vazhdoni me njerëzit, se njerëzit kanë nevojë për juve. Unë punoj për atë pjesë që punoj unë, ose do punoj unë dhe për pjesën bimore dhe për pjesën e shkencore që janë këto kurat sintetike që unë mund t'i vë në punë për patologji të ndryshme. Këtu mund të gjendet një zgjidhje për prodhim për konsum të gjerë për njerëzit. Kurse te pjesa hyjnore nuk ka prodhim masiv. Do jetë prodhim i limituar. Do ketë kura për individ, por në mënyrë të limituar, jo se s'dua unë. Nuk mundet që të realizohet. Do me thënë, unë prandaj kam ngritur problemin, se kalova në një pikë tjetër Aristotel, ndaj kam ngritur problemin që them, ore, ne shqiptarët, pasazhit e Pellazgo i lirëve, që kemi shumë kapacitete, dhe në qoftë se ne ballafaqohemi me botën, bota do thojë, ore ju që ishit krenaria e si që propagandoni, sa ta nuk na i thonë, e themi vetë, edhe kemi qenë realisht krenaria e njerëzimit. Do thonë, po ju zotri një, qa afroni sot për njerëzimin? Qa do afrosh? Do afrosh urbanistikën që e ke shkatruar komplet. Bujësin që e deformove, shkatrove. Këto që janë çështje politike që kemi sqaruar disa herë. Janë politike që lidhen, bravo, janë të qëllimshme. Atëre shkatruar si mjekësia. Po, atëre del një individ dhe thotë, ore, hajde ta fusim si shkencë këtë, dhe të japim mendje botës. O BSH-s që kundërshton veten e vet. Ndoshta edhe nuk kanë qëllim që të shërojnë njerëzit ata. Ndoshta e bëjnë me qëllim. Që të vdesin njerëzit. Aristotel, ne jemi vend i vogël në Durrës. Tani këta çaj thonë, këta i drejtojnë
klasa politike apo çfarë. Po nuk ka nevojë, po do ketë nevojë për Ballkani ka qenë Shqipëri. Okej. Tani po nuk ka nevojë për vete, mund të ketë nevojë në një moment dhe për vete. Megjithatë, më intrigon dhe një pyetje e fundit, meqense zgjatëm çik, po do më lësh ta bëj këtë pyetje. Po, pyet sa duash, unë jam i hapur, kam ardhur këtu të fol. Mosha biologjike tek njeriu dhe ADN-ja, a ke shkruar këtu? Po. Bëjmë dhe këtë dhe pastaj mbyllim. Aristotel mos hezito fare pyetën për çfarë të duash, për të shuar dhe kurreshtit e teleshikuesve. Mosha biologjike dihet. Unë për veten time i kam bërë edhe thirrje disa aktorëve që dalin në televizor në këta mjekët alternativë ose kështu, me qëllimin e mirë për të krijuar një shoqat shqiptare patriotike për të gërshetuar vlerat. Jo për të marrë framurin se të them që jam unë. Më kupton? Unë jam ai që jam. Do apo s'do njeri, unë jam ai që jam. Më kupton? Ashtu dhe koha do ta tregoj si faktori më i mirë. Po unë jam shqiptar, jam patriot. Dhe dua që këto lloj kapacitete që ne kemi, ti mbledhim dhe të bëjmë ato, si thon, të japim këtij vendi ore një personalitet, se s'ka personalitet. E kupton? S'ka, ka rënë identiteti cop. Tani, tek pyetja e ADN-s dhe te mosha biologjike. E nisa pak dhe thash që problemi i riprodhimit seksual në Shqipëri ka rënë në nivele të ulta. Ka shumë skarcime. Nuk kishte në kohën e dikushme çifte që s'lindin fëmijë. Ishin shumë pak. Popullsia ishte shumë, po çiftet ishin pak. Tani në këtë popullat ka i të pak, në 10 fëmijë që lindin, 2 ose 3 me probleme njërë. Po të llogaritësh dhe ata që nuk lindin dot, e kupton? Tani vim tek ADN-ja dhe tek mosha biologjike dhe mosha kronologjike. Acidi dezoksiribonukleik, sipas shkencës dhe sipas të gjitha atyre që është një nga acidet bazë, është një molekull 2 vargore, cila është baza e gjenetikës së organizmit. Nga replikimi, shtimi i këtij është një sasi fikse në organizëm, por replikohet dhe bëhet shkak për shtim. Shumohet dhe krijon dhe mundësinë që të shumojnë qelizat, se vetë organizmi i njeriut është përbëhet nga qelizat, thanë dhe qelizat disa vdesin, dëmtohen dhe disa lindin. Me përjashtim, thot shkenca që qelizat e neuronet e sistemit nervor dhe të muskujve, po shkatruan nuk rikuperohen më. Nuk riprodhohen me kjo. Koncepti i moshës biologjike dhe i moshës kronologjike është një koncept i cili është futur nga shkenca. Ka studime shumë, institutet amerikane, në Gjermani, në Itali, bet përpjekje madhe sepse sipas OBSH-s, koncepti për kufizimi i OBSH-s për shëndetin publik ka të bëjë me faktin që të rrisi mirëqenien e njeriut dhe të rriti sa më shumë jetëgjatësinë e jetës në parim. Dhe në këtë kuptim, ka shumë, ne jemi Aristotel që në Shqipëri e shikojmë mjekun, do me thënë me përbuzje, ose kur lindë ajo nevoja pasaj vetë të mjeku qa do vështimua, e kupton? Kur në gjithë botën, pavarësisht atyre mundësive ekonomike që kanë, investojnë lek për të bërë kërkime ose për të mbledhur mundësit më të mira që ka vëndi. Për shembull, dikur në kohën, ishte Indieri Arqile Boti që ishte një mjek alternativ në fushën e mjekësisë bimore. Ja gjetën anën dhe atje, palosën dhe. Dhe Arqile Boti thoshin, e kam dëgjuar në kohën e sistemit atëre, mbaj mend që isha i vogël, thoshin që Arqilea është i çmendur. Se Arqilea rinde mjek në fshat dhe dilte brite bim dhe aplikonte shërim të njerëzit, e kupton? Dhe ne ja bëri me gisht. Mirë po njerëzit atëre bëni me gisht se nuk ishin të smur, kurse sot sëmundjet po bëjnë kërdin, e kupton? Pra nuk ja bën tjetërit më me gisht, po ja bën gishtin kokës vetë thot qa do bëje, kupton? Dhe në këtë kontekst, ne si Shqipëri, si shqiptar, si shtet, duhet kishim atë mirësin që të paktën të kryoj një institut, një akademi diturie. Sa mirë do ishte. Akademi diturie jashtë politikës dhe akademi diturie që të evidentot e vlerat.
Ato vlera që ne kemi. Zero në gjitha drejtimet për atë punë. Po pikërisht, e kupton? Dhe këta tani, në këtë kontekst, janë bërë kërkime dhe bën kërkime që bota kërkon, do me thënë që të rrisi jetë gjatësinë. E kupton? Ose të rrisi në pamundësi për rritin e jetë gjatësisë, të rriti cilësinë e të jetuarit. Qa do të thotë? Do të thotë që, për shembull një njeri, zakonisht, sipas konceptit tim, organizmi i njeriut ka kurbën e ngritjes dhe kurbën e zbritjes. Po të shikosh në det Aristotel, kur vinë dallgëzimet, që ka dallg, është një moment kur dallga fillon shkumëzon. është momenti kur thyet dallga në intensitetin e vet. Dhe në qoftë se njeriu arrin që çfarë është mosha biologjike dhe kronologjike. Mosha kronologjike është mosha nga lindja derisa vdes, një individ. Thonë jetoj 80 vjet, 0 deri në 80. Tani, mosha biologjike ka të bëjë me faktin që nëse ai është 40 vjeç për shembull, në moshë, një individ mashkull ose femër, cilësia e organizmit të tij, metabolizmit, e fiziologjisë, se organet e njeriut vinë, si thonë asaja, qeliza plaket, organet plaket. Qelizat vdesin, organet kanë pak qeliza, vdes organi, e kupton? Vdes trupi. Do me thënë, në një moshë 40 vjeç, ai mund jetë si 20 vjeç. Kur thonë njëri që shkos ajri duket, e kupton për moshë i shka. Kjo është pikërisht mosha biologjike. Po kjo është një moshë biologjike të individ saktuar që vjen naturalisht, ose si të them unë. Atëre shkencëtarët kanë kërkuar dhe po bëjnë kërkime dhe përpjekje të mëdha që si mund të arrin këtë moshë biologjike në masivizimin tek shoqëria. Në konceptin tim të mjekësia universale, unë e kam interpretuar dhe them që duke i bërë një përshkrim kur është momenti që organizmi fillon edhe bën kurbën e zbritjes, normalisht, teorikisht i bie në mesin e jetës. Pavarësisht se çdo njeri nuk e di se sa jetë ka, po ama në momentin që ai fillon që ndjen një përkulje, atë ka arritur teleshikuesit ta dinë që keni arrit te mezi i jetës tuaj. Shumëzoni periudhën e pashme me 2 dhe bëni llogaritë se sa mund të jetoni. Ajo është periudha. Pra edhe një herë kur arrin pjesën që fillon bie organizmi, që ndjen që fillon bie, domethënë ke ardhur bien fuqit. Po, bien fuqit, fillon që bie, ajo është mezi i jetës. Dhe unë tani këtë moment e kam kapur për arsye sepse unë synoj dhe pretendoj që në rast se ne do të arrim që të gjejmë një kurim i cili do t'i bëj një rifreskim gjithë sistemet të trupit, ne jo vetëm që do të arrim moshën biologjike për individin, por ne do të arrim parandalimin e sëmundjeve. Pra nuk do lejojmë që sëmundjet të trokasin organizmin e njeriut. Pra atë që tashun që në fillim që prishe raporteve nxitje e frenim, prishe ekuilibrin dhe lind sëmundjet, ajo është baza e lindjes së sëmundjeve. Shkenca nuk ka ndonjë konkluzion të qartë se pse lindin sëmundjet e njeriu. Unë e jap të qartë edhe të pastër dhe them kur lindin në trup dhe kur lindin në sistemin nervor. Edhe i ndaj. Dhe them dhe këtë që në qoftë se ne do arrim që të gjejmë një kur për të rifreskuar trupin, atëherë ne do realizojmë faktin që ai individ që është i shëndetshëm, që do ta përdori këtë kur në mënyrë periodike, për shembull një herë në 5 vjet ose një herë në 3 vjet, kjo do t'i bëjë të mundur që ai nuk do preket nga sëmundjet. Ta dini shumë mirë këtë gjë. Është një ambicie shumë e madhe kjo Aristotel. Ka edhe këtu në Shqipëri ka thënë kërkime të tilla në bashkëpunim me amerikanët, e kupton? Që bëhen. Bota po bën përpjekje në të gjitha. Po unë them që luksin për të pasur shërim në patologjitë e sëmundjeve të njerëzve do ta ketë vetëm Shqipëria. Do jetë, si thonë, bonusi i parë që Zoti i ka dhënë këtij vendi që çfarë janë munduar që t'i bëjnë edhe ta fundosin. Po pra, sepse sipas një amendësimi tim, kjo mjekësi shërimi ka ekzistuar dikur në botën e vjetër shqiptare, arbrore, pellazge. Në fillim të emisionit. Ka qenë si mjekësi, kupton?
Hipokrati që thonë këta, bazat e parimet e të Hipokratit... Kishim bretin Gent, nga i cili ka dalë dhe Gent Amicina. Po, bravo. Bravo. Dhe kjo është... Ishte mjek alternativ. Shumë bukur e the Aristotelit, dhe kjo është një pjesë që kjo hap një epope Aristotel për arsye se... Pse hap epopen? Për arsye se në Greqinë e lashtë nuk shikon para Greqisë, para Aristotelit, nuk shikon shënja ose prova të kurimeve, ose të shërimeve të njerëzve, na grekët. S'kishte filluar shkrimi atë kohë? Nuk kishte filluar. Biles Hipokrati i ka tjetërsuar ose u përpoq që ta vishte këtë lloj mjekësie. Ato duhet i lëmë sepse me gjuhën e Hipokratit sot mund të flasin 200 veta dhe e bëjnë grek kur nuk ka qenë grek, Aristotelin, Hipokratin e shumë të tjerë. Dihet termi grek është një term i ri, po kjo është një temë tjetër që i përket emisionet tjera, po ajo që është manipulimi që i është bërë edhe mjekësisë duket qartë në shumë drejtime dhe unë besoj se mjekësia alternative është një zgjidhje për shumë njerëz. Cilët duan të kurojnë veten e tyre dhe kanë simptoma. Shiko, mjekësia alternative është një zgjidhje për shumë njerëz. Ose dhe për ata që duan të kenë jetë gjatësim të madhe. O Aristotel, më fal. Mjekësia alternative është një zgjidhje për shumë njerëz dhe ka një problem. Po të shikosh për shembull, ne kërkojmë gjurmët e fjalorit të Shqipes, që ne i kanë çfarosur, sepse diku do këshin ngelur, po është bërë e qëllimshme, ka shekuj që punohet në këtë drejtime, kupton? Prandaj unë, jo se kam ambicje në kuptimin personal, po kam ambicje brenda logjikës. Kam ambicje që duhet hapin syt të gjithë këta njerëzit e mjekësisë shqiptare dhe ata që mendojnë që kanë merita në këtë vend, ore, vini pikat mbi, ballafaqoni me botën. Se këto që them unë i thon librat, nuk është se ato që them unë për mjekësinë i thon librat, nuk është se unë thash diçka për mjekësinë, por ama për mjekësinë alternative, në gjithë botën mjekësia alternative është njohur historikisht edhe në shekuj. Dhe rajonet të ndryshme të botës kanë ato qasjet e tyre lidhur me mënyrën se si mund të shërojnë njerëzit, ose lidhur me mënyrën se si mund të ndihmojnë shëndetin e njeriu. Është gërshetim vlerash, nuk she thënë se Zoti e odhi në një vend edhe aty e morën të tërë, më kupton? Po unë them që ne shqiptarët, ne pellazgët, ne ilirët kemi pas luksin në këtë drejtim. Për vetëm fakt se ne kemi fol gjuhën e perëndive dhe për vetëm fakt se ne kemi qenë më pranë dashurisë së Zotit. Që kur doli shkrimi, dolën manipulime, dolën tëra, sepse shkrimi është krim, shkrim. Po, dhe kjo është krim. Po, krim dhe ky manipulim, kjo shmangje bëri atë që pse Hipokrati, po ore një pyetje bëri Ballkanin në 12 shtete, 12 kuve të ndryshme kur ishte një. O Aristotel, më fal, një pyetje e thjeshtë fare. Hipokrati thon këta është babai i mjekësisë. Okej. Futi parimet mjekësore, okej. Pse Hipokrati nuk dha rezultat në shërim? Sepse Hipokrati e ka të vjedhur teorinë e tij. E kupton? Hipokrati u përpoq ta përshtaste, por nuk e përshtati dot. Nuk e merr dot. Unë them mjekësia hyjnore, teknikat për sistemin kardiovaskular, për sistemin nervor, farmakologjia që unë do fus, ta dinë që të gjithë. E kupton? Edhe ata që bosat e farmacive çan, mos t'i gënjej mendja. Kjo lloj mjekësia, kjo është ekskluzive, është dhuntia ime që ma ka dhënë mua Zoti. Doni të shëroheni, hajtë shërojmë njerëz. Ju përgatisni ilaçe? Po, doni të shëroheni, hajtë shërojmë njerëz. Po mos mendoni që ju do bëhet masive se do ashtu. Jo, kjo do jetë në varësi të kushteve që do krijohen. Mund të na përmendesh 2-3 kura dhe e mbyllim? 2-3 kura që ju keni përgatitur dhe kanë rezultat. Drejtime të ndryshme. Aristotel, më dëgjoj. Unë jam drejtuar sepse e di kush e keqa këtu, do përmend një shembull të thjeshtë. Ta dinë edhe teleshikuesin. Po të shikoni në çdo qytet të Shqipërisë, shikon grari që shikojnë filxhanër, falltare, plot, e kupton ash. Ka ngritur ndonjëri zërin që të thojë që ç'a bëjnë këta njerëz? Ç'a bëjnë këta njerëz? Ç'a rezultati ke? E kupton? Kurse kur del një njeri që është i suksesshëm edhe ka aftësi, edhe kërkon që t'u japi mirësi njerëzve, këta do thonë kush të dalë ty që punon, ke prerë gjifaturti apo s'ke prerë, e kupton? Se me këto merren këta, ke parasysh? Me këto merren këta, Prandaj, këtu ka një gjë që duhet në Shqipëri, duhet me urgjencë të Aristotel,
bëri mirë ai kreu qeverisë që e mori Akademinë e Shkencave në Varësi, por nuk po shikoj që të lëvizi në drejtimin pozitiv. Pse? Sepse që të duash të bësh një mjekësi rezultative, e kupton dhe unë e kam thënë, doni që ta bëjmë Shqipërinë vend parajs për kurimin e pasanikëve të botës, hajde ta bëjmë. S'doni si të doni, e kupton, unë s'kam ndonjë problem. Unë jam Gjergji. Tani ekziston mundësia. Dhe problemi ku është? Problemi është sepse shko çfarë ndodh Aristotel. Unë kam marrë 2 dëshmi depozitimi, një për sistemi 2 patentat i quajmë, para patent, si quhet ata. Një se është patentat në kuptimin futen më shumë te industria përpunuese, te këto ushqimore te këto. Dëshmit e depozitimit ka dhe certifikat që merr për këto kush zgjen një recel, një ashtu, për ashtu merret certifikatën që t'jeti lish. Tani çfarë ndodh? Ligji e ka që për ta futur një patent në veprim, brenda 20 vjetit duhet shkosh në një institut, në një laborator evropian që është i certifikuar për ta testuar. Tani më thuaj ti mua, kush është ai shteti i botës edhe i Evropës që të krijon ty këtë mundësi që ti të certifikosh këtë kurrë. Edhe dalin shqiptar që ti shesi atyre. Nuk ekziston. Ekziston? Nuk ekziston. Jo. Inder Jusuf Kalo, më thoshte një pedagoge, bëri një kërkim, thoshte që Jusuf Kalo ishte drejtori i shëndetësisë së Evropës. Bëri një studim te 400 pacientë në Shqipëri, me të gjitha rregullat dhe e çoi për minatim dhe ata ja hodhën poshtë. Do të thotë që ata që na coptuar neve trojet, ata që na zhdukën historinë, gërvishën dhe ato muret që ishin të shkruajtura, si do të lënë ty tani që të di. Atëre, këtu është dashamirësia e këtij shteti që është këtu, që të krijoj kushte të tilla. Megjithatë njerëzit nuk i ndalojnë dot që të drejtohen të gjenë një Jo, për ndaluar nuk e ndalon dot në botë, po shiko ku e kisha unë atë time. Them kështu, nëse unë bëj një kurrë dhe e nxjerr në shitje, e kupton? Në shitje nuk e nxjerr dot. Jo, priti minut. Këta do përpiqen të më sulmojnë mua në forma më ndryshme. E kupton, këta palaçot, do t'i quaj. Do ta them botërisht janë palaço, por ka një gjë. Vetë shteti këtu, nëse do kishte preokupacion se ç'a ndodh për shkakun. E supozojmë që e shitëm neve nxorëm kurrën prodhova. Duhet të kuptojmë të gjithë edhe ata që na ndjekin që ky shtet mbahet nga oligarkët dhe ata janë që nxisin politikanët dhe bëjnë ato që bëhen. Po mirë, shko. Oligarkët e farmaceutikës, oligarkët e ndërtimit. Të lutem, më fal një minutë. Të lutem. Çfarë do më? Ça oligarkësh që kanë mbaruar 8 klasë ishin atë kohë smini do të 8 vjeçare, e morën kartona tani edhe dalin me kullare thonë jemi oligark. Po këtyre njerëzve u ka perënduar dielli, po këta se kuptojnë. Dhe këta nuk kanë mirësinë, se në gjithë botën, për një mirësi, bota investon në taksat. Dhe në Shqipëri nuk ka rëndësi të kesh 2 tunele në Llogoraj që të kalojnë Llogorajin, apo po vemi po përshkojmë gjithë me zdeun. Një tunel ishte i mjaftueshëm. Ato lek futi në investime në bujqësi, futi në shkencën bujqësore. Se e lëm për shembull pjesën time se është tjetër. E kupton? Është e nevojshme që ne mund të prodhojmë ilaçe këtu, farmakologjinë mjekësore Aristotel, dhe ne nuk i nxjerrim dot këto ilaçe jashtë shtetit, sepse OBSH aty nuk të lejë që ti i nxjerrësh. Po nuk e ndalon askush atë të uajnë atje që ka një patologji të vit kurohet këtu. Po, mund të vi këtu të kurohet. Të vit këtu të kurohet dhe ne japim turizëm shëndetësor. Turizëm shëndetësor. Ta bëjmë Shqipërinë vend për turizmin shëndetësor. Unë s'kam ndonjë interes. E kupton se mua s'më ndalon dot njeri. S'duan këtu, do iki këtu ku do ndoj shefi mua. Problemi është që unë mendoj për të mirën e të tërës. Shpresojmë që të kemi një klasë politike të aftë për të menduar pozitivisht për këtë vend, në të seriozisht dhe të ndryshojnë edhe në këtë drejtim disa gjëra të cilat të lejojnë njerëzit të kenë shëndetin e plotë, shëndetin e duhur. Mirë, unë të falenderoj Gjergj që ishe në këtë studio. Sigurisht që është një libër interesant ky që keni bërë dhe unë ju uroj suksese edhe në punën tuaj edhe në mjekësinë alternative. Mjekësia alternative tani çdo ditë më shumë njerëzit e shikojnë si një nga metodat më të mira për të kuruar. Kështu që shpresojmë që të organizojnë dhe ju si mjek alternativ bashkë me kolegët e tjerë që mund të jenë në gjithë Shqipërinë, organizoni dhe bëni diçka të cilën të imponojnë dhe qeverisë, pse jo. Mirë, tu do të ndajmë dashur miq, unë ju falenderoj dhe ju që na ndoqët deri në këto momente.
do të shikojemi në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi mirë dhe mirupafshim.